Objektet shtetërore që prej vitesh apo dekadash nuk përdoren më, janë kthyer në një rrezik për banorët që jetojnë pranë tyre. Rasti tipik është i godinës së ish-postës kufitare në Gjorisë të Bulqizës. Kjo godinë ka qenë në funksion të policisë kufitare për Maqedoninë e Veriut rreth 20 vite më parë, por ajo u zhvendos në fshatin Vjeçisht, që prej asaj kohe objekti ka ardhur duke u degraduar, teksa në fund është bërë i rrezikshëm për banorët e kryesisht fëmijët që luajnë pranë saj apo futen brenda. Banorët e Gjoricës kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme nga autoritetet përgjegjëse. Ata kërkojnë që objekti të shembet totalisht nga shteti apo bashkia e Bulqizës, në mënyrë që të mos ju rrezikohen fëmijët. Duke qenë se objekti ndodhet shumë pranë banesave, banorët i friksohen fëmijëve të cilët shkojnë aty për të luajtur. Po ashtu në objekt mund të futet edhe bagëtia e cila kullot aty pranë. Kemi problem se hinë fëmijët ande dhe rrezikojnë për shembi. A shem gjithma. Po rrezik për çdo ditë, ja të ushajmë kret. S'ka pyet asnjë. Po duhet të shajmë edhe, se janë rrezikshme. Kjo është posta kufitare. E hekën nga këtu që në Vjeçisht, e amortizuar, nuk është e banueshme. Këtë më mirë bën që ta hekim se të rrisin fëmijët në gërmallet e postës. Ai që e ka në tokë nuk ka i mundshëm që ta hekë se ka frikë në shtetin. Edhe shtetin ka frikë se është pronë në shtetit. Po ndesh shteti, ndesh që e ka në pronë tokës, që e ka në pronë tokë atë, mirë ta hekin. Se është rrezik për fëmijët, që 20 vjet bile ka, më tepër. Ditës që vjen vetëm vinë ato muret. Kanë rënë muret kërcisht mëna. Objekte të tilla që shteti nuk i përdor më janë të shumta në fshatrat e Bulqizës, teksa janë kthyer në një shqetësim për banorët për shkak të amortizimit të madh që kanë pësuar ndër vite.